Kurani për herë të parë, si fjalë, si emër, në Kur'an përmendet në surën e 2, që quhet Surat al-Baqara, që mund vjen shumë keq këtë thënë surja e lopës. Nuk e ka kuptimin ashtu vëlla. Jo ti. Kur surja më e gjatë në Kur'an, që flet për shumë tema. Çfarë al-Baqara, surja e lopës? Jo. Edhe thënë ka surja e 4, surja Nisa, surja e grave. Astaghfirullah. S'është sura al-Baqara e lopës? Jo, më çfarë? Ç'është shpjegohet çfarë? Po ka kuptimin e thellë dijes. Vetëm nëse logjikisht ta përdorni trurin. Ata thanë se Ilahu i nderoi gratë duke emërtuar një sure e Nisa gratë. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë Ilahu e ka nderuar lopën para grave. Surja al-Baqara lopa ka 286 ajete, dërsa surja Nisa gratë ka 176 ajete. Pra, surja al-Baqara ka tematikën e thellëdijes, dërsa surja Nisa ka të bëjë me dispozitat e shoqërisë, që si sure asnjë profet para Kuranit nuk ka folë në lidhje me ato temat te surja e 4, që është surja an-Nisa.